Përshëndetje për gjithë ju që më ndiqni. Ju që i pëlqeni kiflet e mëngjesit, sot kam sjell një recetë fantastike të buta dhe shumë të shijshme. Kësaj radhe i kam mbush me reçel të frutave, po ashtu ju kam dhënë një formë fantastike. Recetën dhe mënyrën e përgatitjes i gjeni në vazhdim. Fillimisht bashkojmë qumështin e vakët me majën e bukës si përzim dhe lëm të fermentohen për 10 minuta. Pastaj shtojmë sheqerin, kripën, sheqer vaniljen, shtojmë vezët, gjalpin e shkrirë, hedhim mielin gradualisht, brumin e punuar e mbështjellim dhe lëm të qëndrojë për 1 orë derisa të dy fishohet. Pastaj brumin e ndajmë në 8 pjesë, kulaçet i punojmë në këtë mënyrë, i hapim, ndiqni hapat me kujdes, kjo formë është e thjeshtë por shumë e bukur. Pasi ju japim formën, i kalojmë në tepsi me letër pjekje, i shtypim në këtë mënyrë, sipër i lyejmë më të verë të vezës të përzier me fare pak qumësht, bëjmë mbushjen me reçel dhe janë gati për pjekje. Këtë reçel që kam përdorur për këtë lloj të kifleve e gjeni kudo në marketin tuaj më të afërt.